qershori, dita ndërkombëtare e fëmijëve, u festua këtë vit në një atmosferë të veçantë nga rrjeti i shkollave shqipe në Athinë, nën kujdesin dhe organizimin e mësuese Lefteri Metkaj. Larg zhurmës së qytetit, mes gjelbrimit dhe freskisë së parkut në Lutraki, fëmijët shqiptarë së bashku me prindrit e tyre përjetuan një ditë plot gëzim, emocione dhe aktivitete artistike. Kjo festë bashkoi në një ditë të vetme 3 ngjarje të rëndësishme: festën e fëmijëve, festën e abetares dhe përmbylljen me sukses të vitit shkollor 2025-2026. Parku përmbush me zërat e fëmijëve, me këngë, valle, recitime dhe lojra të shumta. Fytyrat e buzëqeshura dhe energjia e tyre e bukur krijuan një atmosferë që do të mbetet gjatë në kujtesën e të gjithë pjesëmarrësve. Një moment i veçantë i programit artistik ishte prezantimi i këngës Bletëzat punëtore me tekstin dhe muzikë të Fredi Shytit, koreografi të mësueses së Lefteri Metkaj dhe interpretim nga këngëtarja Erifili Çala. Kënga solli emocion, duartrokitje dhe shumë gëzim për fëmijët. Gjatë aktivitetit u zhvillua edhe ceremonia e ndarjes së certifikatave për nxënësit që përfunduan me sukses programin e mësimit plotësues të gjuhës shqipe. Ishte një moment krenarie për fëmijët, prindrit dhe mësuesit që gjatë gjithë vitit kanë punuar dhe ruajtur gjuhën dhe identitetin shqiptar në diasporë. Në fjalën e saj, mësuesja Lefteri Metkaj vlerësoi bashkëpunimin e ngushtë me prindrit, duke theksuar se suksesi i shkollave shqipe mbështetet në përkushtimin e përbashkët për edukimin dhe formimin e brezave të rinj. Në këtë festë morën pjesë përfaqësues të komunitetit shqiptar në Greqi, mësues, prindër, artist dhe bashkëpunëtor të shumtë, të cilën ndanë së bashku gëzimin e fëmijëve në ditën e tyre. Kjo ishte më shumë se një festë, ishte një dëshmi e gjallë se gjuha shqipe, kultura dhe traditat tona vazhdojnë të jetojnë dhe të përcjellin me dashuri tek brezat e rinj të shqiptarëve në Greqi. Për Albania TV, raportoi Lindi Takulla. është për ne. Lotra, këngë dhe valle plot, çdo fëmijë
është për ne. Lodra, këngë, vale plot, çdo fëmijë do t'vijë sot. Me ngjyra pikturojmë botën mbar, sepse fëmijëria është në sar. Një qershori festëzimi, festa jon plot dashuri. Qeshim, këndojmë, lozim së bashku, ne fëmijët jemi lumturi. Një qershori festëzimi, festa jon plot dashuri. Qeshim, këndojmë, lozim së bashku, ne fëmijët jemi lumturi. Një qershori festëzimi, festa jon plot dashuri. Qeshim, këndojmë, lozim së bashku, ne fëmijët jemi lumturi. Hey, hey, buz buz, hajde blica, luturim. Hey, hey, buz buz, hajde blica, namaste. Bie Silja çdo mëngjes, qohem bletët pa kërkesë. Se filloj një ditë e re, hapen libra pa vonesë. Lule, më lule shkojmë ne, mbledhim pije në çdo flesë. Si poleni ngërmas shqipe, mjalt në hoje për atë. Si bleta punëtore, bleta duarar, ditë për ditë i vushim ne, hoje plot me mjalt. Si bleta punëtore, eja hajde pran, bashkë të fluturojmë, të mbledhim nektar. Ka purdor për tore, blecat punëtore, tra la 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 la, tra la 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 la. Ne livadim plot me lule, blece vogël e rime nduar. Krahë e bukura si flutur, sot mësimi s'ju kujtua. Mësusja blete për shafon, dhe i blet me dashuri. Mblidhe shoqet e rrethoj, syti qeshën përsëri. Lule, më lule shkojmë ne, mbledhim dije në çdo flesë. Si poleni ngërmas shqipe, mjalt në hoje për atë. Si bleta punëtore, bleta duarar, ditë për ditë i vushim ne, hoje plot me mjalt. Si bleta punëtore, eja hajde pran, bashkë të fluturojmë, të mbledhim nektar. Ka purdor për tore, blecat punëtore, tra la 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 la, tra la 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 la. Hey, hey, bzz, bzz, hey. Hey, hey, bzz, bzz, hey. Bravo, bravo, bravo fëmijë. Hey, hey, bzz, bzz, hajde blica, luturim. Hey, hey, bzz, bzz, hajde blica, namaste. Bie Silja çdo mëngjes, qohem bletët pa kërkesë. Se filloj një ditë e re, hapen libra pa vonesë. Lule, më lule shkojmë ne, mbledhim dije në çdo flesë. Si poleni ngërmas shqipe,
e bukura si flutur. Sot më simi s'ju kujtua, më susja blete për shafon, dhe i plet me dashuri. Mblidhe shoqes e rëthoj, syti qeshen për sëri. Lule, më lule shkojmë ne, Levim dje në çdo flet. Si poleni ndërma shqipe, mjalë në hoje për atë. Si bleta punëtore, bleta duarat, dit për dit i mushim ne, hoje plot me mjalë. Si bleta punëtore, eja hajde bram, bashkë të fluturojmë, të mbledhin nektar. Ka purtor për tore, lecat punëtore, tra la 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 la, tra la 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 la. Hey, 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 Bravo, bravo, bravo. Një qershori festa jon, gjithë fëmijët po festojnë, dielli gro më shumë se dje, gëzimi i madh është për ne. Lodra, këngë dhe valle plot, çdo fëmijë e gezim sot, me ngjyra pikturojmë botën bar, sepse fëmijëria është thesar. Një qershori fest gëzimi, festa jon plot dashuri. Qeshim këndojmë, lozëm së bashku, ne fëmijët jemi lumturi. Mirë se erdhët të dashur prindër, mosues dhe bashkëmoshatar. Sot është një ditë shumë e veçante për ne fëmijët, sepse festojmë një qershorin, ditën ndërkombëtare të fëmijëve. Kjo është festa e buzëqeshjeve, e ëndrave, e gëzimit dhe e dashurisë. Sot do këndojmë, vallëzojmë dhe festojmë së bashku sepse fëmijët janë drita dhe e ardhmja e çdo kombi. Ne jemi krenar që mësojmë gjuhën shqipe, kulturën dhe traditat tona shqiptare. Ju falenderojmë që jeni sot pranë nesh për të ndarë këtë gëzim të bukur. Gëzuar një qershorin dhe për gjithë fëmijët. Të dashur të pranishëm, sot festojmë edhe një moment shumë të rëndësishëm për ne fëmijët, festën e abetarës. Abetarja është libri ynë i parë në gjuhën shqipe, libri që na mësoi shkronjat e bukura të gjuhës së nënës. Me te kemi mësuar të lexojmë, të shkruajmë dhe të flasim me bukur shqip. Çdo shkronjë që kemi mësuar është një hap me pranë kulturës, historisë dhe identitetit tonë shqiptar. Sot ndihemi krenar që lexojmë dhe shkruajmë në gjuhën shqipe. Faleminderit mësuesve dhe prindërve tanë që na ndihmojnë të mos harrojmë kurrë gjuhën tonë të bukur. Gëzuar festën abetarës. Të nderuar prindër, mësues dhe miq, ky vit shkollor ishte një rrugëtim i bukur për të gjithë ne. Në shkollën shqipe ne mësuam shumë gjëra të rëndësishme, të flasim dhe të shkruajmë më bukur gjuhën shqipe, të njohim historinë dhe kulturën shqiptare, të duam flamurin ton kuqezi, Shqipërinë dhe Kosovën. Ne mësuam këngë, poezi, valle dhe tradita shqiptare. Kaluam momente të bukura së bashku. Krijuam miqësi dhe gëzuam në çdo festë e aktivitet. Shkolla shqipe për ne është si një familje e madhe ku mësojmë me dashuri dhe krenari për kombin tonë. Sot falenderojmë mësuesit tona për përkushtimin dhe dashurinë që na japin çdo ditë. Ne premtojmë që do të harrojmë gjithmonë gjuhën shqipe në zemrat tona. Faleminderit të gjithëve dhe ju urojmë një festë sa më të bukur. Të nderuar fëmijë, të dashur nxënësit e mi, të dashur prindër, të nderuar miqtë tanë, çifti Shyti, e nderuar kryetari shoqatës Tirana, zonja Lindita Kulla, të respektuar pjesëtar të komunitetit shqiptar në Greqi. Sot, zemra ime rek më fort se kur, sepse kjo fest i kushtohet fëmijëve, dritës, shpresës dhe së ardhmes sonë. Programi ynë artistik me moton Fëmijët Shqiptar në Athinë, gjuha, dia dhe gëzimi është frut i dashurisë së fëmijëve për gjuhën shqipe dhe i përkushtimit të prindërve, mësuesve dhe gjithë komunitetit tonë. Çdo vit, zilja shkollore nuk tingëllon vetëm për nxënësit, ajo tingëllon si një kujtesë e fortë për kujdesin ndaj gjuhës shqipe dhe identitetit tonë kombëtar. Shqipja jonë, sa shumë i ka lumturuar këta fëmijë,
Gjua shqipe përmes buzëqeshjes dhe gëzimit të tyre ka sjellë zgjim në ndërgjegjen e komunitetit ton shqiptar. Në Greqi ka sjellë unitet, përkushtim, zhvillim dhe bashkëpunim. Sot me krenari themi se shumë shoqata shqiptare në Athinë janë afruar pranë rjetit të shkollave shqipe për të kontribuar së bashku për gjuhën dhe identitetin ton. Nxënësit e gjuhës shqipe kanë qenë pjesa më aktive në gjallërinë dhe bukurinë e jetës kulturore, artistike dhe identitare shqiptare në komunitetin shqiptar në Greqi. Ata kanë kënduar shqip, kanë ballëzuar shqip, kanë recituar shqip, kanë menduar shqip, dhe mbi të gjitha kanë një ndjenjë krenarie që janë shqiptar. Kjo ka qenë strategjia themelore e punës sime me prindrit, jo vetëm mësim brenda 4 mureve të shklasës, por edukim kombëtar dhe kulturor përmes pjesëmarrjes aktive në veprimtaritë shqiptare në Athinë. Për mua, gjua shqipe është udha e misionit tim, të shërbej interesave të kombit tim të lashtë dhe të qytetëruar. Sot, duke shfrytëzuar këtë ditë të bukur të një qershorit, dua që fjala ime të jetë edhe një thirrje për reflektim dhe angazhim maksimal të çdo prindi. Shkollimi shqip i fëmijëve është e drejtë e tyre. Asnjë fëmijë nuk duhet t'i mohohet gjua e nënës. Nënat shqiptare, fisnike tona, na kanë rritur me dashuri për flamurin arbëror fuqezi, për gjuhën amtare dhe për atë dheun. Atëherë, ne sot çfarë bëjmë për këta fëmijë? Çfarë lëmë në zemrat e tyre? Çfarë identiteti u japin për të nesërmen? Le të punojmë të gjithë së bashku që ata të kenë edukim kulturor, kombëtar dhe shqiptar shpirtëror. Të dashur nxënësit e mi, dua t'ju them sot para të gjithëve, ju dua shumë. I dua nxënësit e mi të sotëm, por ende i dua dhe ata që kanë qenë nxënësit e mi para 10 vitesh në këto qendra shkollore. Për një mësuese, nxënësit mbeten gjithmonë pjesë e zemrës së saj. Faleminderit fëmijë për dashurinë, prindërve për besimin, bashkëpunëtorëve për mbështetjen dhe komunitetit shqiptar për forcën që jep gjuhës shqipe në mërgatën tonë. Zoti i bekoft fëmijët shqiptar, Zoti e bekoft gjuhën shqipe. Gëzuar fëmijë, një qershori, festën tuaj ndërkombëtare. Kini një përshëndetje të gjithë pjesëmarrësit në këtë aktivitet të bekuar të një qershori. Përshëndes prindër fëmijë, përshëndes familjen e Fredit dhe mësuesit që kontribuojnë jo vetëm në mësimin e gjuhës shqipe, por dhe në edukimin qytetar dhe patriotik të fëmijëve. Ju falemderit për këtë që keni ardhur. Mund të recitojmë poezinë? Patjetër. Do të recitoj një poezi që është shkruar nga profeti dhe poeti Azdreni, që të gjithë keni bërë shkollë e njihni. Është shkruar në kohën e perandorisë turke. Poezia titullohet Vlera e Dheut. Duhet ta kuptojmë të gjithë se çdo të thotë vlerë, çdo të thotë nënë. Vlerat e Dheut. Sa të dua Shqipëri, sa më ndjej dhe sa dëshirë, për ty gaz dhe lumturi, mund të zëmër më kam birë. Se për mua ti adhe, je një lule që nuk zhyshke shkurë. S'ka tjetër si ty për mi dhe, tu shqeje shpirtin tim. Valët e egra kaluan mbi ty, kombe të shtypën pa mëshirë, pas një nuk pati sy e faqe, të shikoj nga toka fshirë. Ke pas burra si më s'ka, ke pas trima shqipëtare, që su trembej syri kurë, si së tënde ka në pirë. Bravo! Ju falemderit. Dhe gëzuar nga motë dhe sukses. Janë 2 festat më popullore, fillimi i vitit shkollor dhe mbarimi. Ju falemderit. Për dronë. Duhet dërshë,
Tani Vini
familje dhe ti, lule për Shqipëri, është çdo fëmijë. Bravo! Lule me dritare, lule me balkon, lule mbushu rrugët, sot ka një qesor. O sa bukur bukuri, festa jonë o fëmi, luni qesni e gëzoni, një qëshori në festoni. Është dita ma e mirë në këtë botë, në këtë hapësirë. Bravo! Një qesori bukur, erdhi për sëri, edhe me të lumtur nëna jenë tani. Bravo! Oksa bukuri kudo, shët është një qesor, qofshi lumtur biri, mami muron. Iku maj, erdi qeshori, vera erdi me dzëtësi, u shkuq kokra e qeshis, u poq gruri si flori. Me buqeta e remira, tu falulem bajmë në duar, fytyri qeshur sot urojmë, një qeshorin, femi, gëzuar. Nishe e mirë pranë të ri, me gëzime veshtrisi, dore nuk ta lëshon, po me dashurit afron. Loja nis në borin ton, vrapoj spejt si zog në loj, top hidhet larg në qell, zemra jon buse djell. Këmeria se fluturim, plot me endra në magazin, qeshin këndo me çdo ditë, zemra jone ka mbet di. Paqja vjen me buzëqeshja, me përqafime, me përshëndetja. Kur ka peni dorë për dorë, bota bëhen për klasmor. Familja ime është e sarë, me ngrohtësi e zemër zjarë, prinderi pra ne me rinë, dashurin ma fali çdo ditë. Një qeshori festa jon, gjithë fëmijët po festojnë, njeri ndronë më fort se dje, gëzimi i madh është për ne. Lodra këmbë vale plot, sot fëmijët gëzim sot, me ngjyra mbi këturojnë më botën mbar, sepse fëmijëria është e saj. Një qeshori fest gëzimi, festa jon plot dashuri.
fëmit guximtar, kaluam ka shumë vështirësi për të jetuar në lirë. Prandaj mbushëm plot gëzim kur festoj për vendin tim, me flamurin kuqezi që valon plot krenari. Atyrin ka këngën e Adheu. Bravo. Ma bë këngën e Sot lidhja e shqiptarëve në Greqi Tirana i uron gëzuar një qershorin fëmijëve të mësues Eleftherisë, një pjesë e kryesisë nga pamundësia për mos më qenë të gjithë bashkë këtu. Secili fëmijë do marrin nga një dhuratë për të festuar dhe për të kujtuar këtë ditë kaq të bukur. Falenderojmë shumë mësues Eleftheria që na bëri dhe neve pjesë të këtij aktiviteti, bashkë me mësuese Jasmina Kotri, me nxënësit e saj, edhe Jasmina Dyfjar. Ju falenderojmë shumë. Përshëndetje gjithëve, falenderojmë shoqatën Tirana, edhe stafin e saj, me kryetarin zonjën Mirita. Përshëndetje zonjën Lefteri, mësuesen e përkushtuar të gjuhës shqipe, një shembull shumë i mirë dhe pozitiv, dhe përgëzoj të gjithë prindërit që mësojnë shqip gjuhën anëtare fëmijëve të tyre. Është trashëgimia më e çmueshme që mund t'i japim brezave të rinj, edhe pse jetojnë në tokë të huaj. Faleminderit. Të gjithë fëmijët të vinë afër të marrin dhe dhuratat dhe dua nga mësuese Eleftheria të na japin një mesazh të fortë sot për këtë ditë kaq të bukur. Ju uroj gjithë fëmijëve e gëzuar festën e 1 qershorit, të është një ditë gëzimi, që të gjithë së bashku me këshillin e prindërve me prindrit, jemi munduar ta bëjmë sa më të bukur, sa më festive të gëzojnë fëmijët. Mesazhi që sot unë jap është që prindrit asnjëherë mos ndalojnë përkushtimin e tyre për të mësuar fëmijët të gjuhës shqipe, për t'i sjellë në shkollat tona, sepse këto shkolla janë hapur me një qëllim të caktuar, të mbajnë përkatësinë tonë fëmijëtare. Gëzuar prindër, ju falenderoj shumë për mbështetjen. Dyert e shkollave të gjuhës shqipe në Greqi mbajnë hapur vetëm në përkushtimin e fëmijëve. Të gjithë mësuesit i përshëndes sot për kontributin e tyre të jashtëzakonshëm për gjuhën shqipe dhe neve vazhdojmë procesin e zhvillimit të mësimit të gjuhës shqipe për të qenë sa më afër fëmijëve, për të lehtësuar fëmijët dhe prindrit. Ju falenderoj të gjithëve. Me dhuratat në duar, në të marrë. Gjithë fëmijët po festojnë, dielin ngrohtë më fortë se dielli, gëzim i madh është për ne. Lodra, këngë, male qoftë, çdo fëmijë do të mësojë, në ngjyra pikturojmë botën mbarë, sepse fëmijëria është në saj. Një qershori gëzimi, festa jonë, dashuri, me këto mbarë
Bëja si babi si Berati. Leja si lule si lezha si laci. Meja si mami si Midita si Mitrovica. Keja si Krenari si Kosova si Korça e Kaçaniku. Eja si Era si Elbasani. Eja si Embëlsira si Andra. Fëja si Flamuri si Ferizaj. Një qeshori bukur erdhi për shëri, edhe me të lumtur nena jen tani. Ija si Ilat si Liria. Neja si nena si Nxemsit. Njeja si njeriu si Njomza. Oja si Ora si Ohri. Peja si Puka e Prishtina. Qeja si Qërshi si Ceparoj. Tëja si Teatër si Tirana si Tetova. Thëja si Thesari Thethi. Gjeja si Gjica si Gjizelonja. Rëja si Roboti si Rubini. Sëja si Supa si Struga e Serata. Zëja si Zemra si Zadrima e Zagori. Bravo! Cantare forte dua, nea to shkronjate tua, dora ime o mësua, mendja ime o ndriqua. Mësuar të lexoj, shkruaj bukur e citoj, edhe prindër dhe
Falenderoj fëmijët për përkushtimin e tyre, për lodhjen, për mësimin e këngëve që e bërën kaq të bukur këtë festë, për recitimet që recituam për atë dheun, për familjen, për miqësinë, për shkollën, për prindrit. Të gjithë prindrit I falenderoj që I kanë mbështetjen time kryesore, të cilët të mbajnë shkollën hapur. Në çdo bashkëpunim kemi qenë pranë dhe unë I kam atë mbështetjen më të fortë. Falenderoj Agjensinë Top Lines që bëri të mundur ardhmën tonë sot këtu. Falenderoj gazetarin Shpëtim Zinxhiria dhe shkrimtaren Valentina. Një mirënjohje të veçantë kam. Rjeti shkollave shqipe në Athinë, mirënjohje I jepet me mirënjohje të thellë për shpirtin patriotik, bashkëpunimin dhe dashurim për kombin shqiptar. Çiftit atletar, artistëve të nderuar, Erëfili Çala Shyti, Fredi Shyti. Me nderim dhe mirënjohje të veçantë, vlerësojmë kontributin e tyre të çmuar për përkushtimin dhe mbështetjen e vazhdueshme për gjatë 7 viteve në organizimin, paraqitjen, realizimin e festave shkollore kombëtare, kulturore dhe artistike të rjetit të shkollave shqipe në Athinë. Kanë dhënë ndihmë vullnetarisht duke lehtësuar mësuesen e gjuhës shqipe Lefteri Metkaj në projektet digitalizuese duke sjellë fëmijët dhe komunitetin shqiptar në Athinë më pranë kulturës, historisë dhe identitetit tonë kombëtar shqiptar. Puna dhe angazhimi tyre kanë qenë një shembull frymëzimi në ruajtjen e gjuhës, kulturës dhe trashëgimisë të traditave shqiptare dhe generatat e reja në mëgatën e Greqisë. Me respekt, rjeti shkollave shqipe në Athinë, komuniteti prindërve, mësuesja e gjuhës shqipe dhe kulturës shqiptare, Lefteri Metkaj. Urdhroni? Kjo është për juve, ju falenderit shumë për ndihmën që na ke dhënë. Ne qenë gjithmonë pranë. Atëherë, ndodhem shumë ngushtë me këtë vlerësim që më bën zonja Lefteri Metkaj. Të vlerësimin që bën ajo, më vjen vërtet e vlerësuar, e I bën gjithçka në shpirti për këtë mësuese heroin, e cila përpiqet me të gjitha format që të mbajë gjallë gjuhën shqipe këtu në Athinë, dhe ne si familje kemi marrë angazhim, përveç angazhimeve të tjera që kemi në fushën artistike, kemi marrë angazhimin dhe I kemi dhënë fjalën që do ta mbështesim deri në fund sa të kemi mundësi. Ju falenderoj dhe gjithë fëmijëve ju uroj gëzuar festën tuaj të bukur dhe pushime të mbara. Gëzofshi, gëzofshi, gëzofshi. Dita është e juaja, jeta është e juaja. Faleminderit, faleminderit. Atëherë vazhdojmë
me dhënien e certifikatave. Vërtetoj se nxënësja Krispa Rakipllari ndoqi dhe përfundoi me sukses vitin e dytë të mësimit plotësues të gjuhës shqipe, që organizohet nga rrjeti i shkollave shqipe në Athinë për vitin shkollor 2025-2026. Po, vazhdo. Vazhdo. Eridion Hoxha përfundoi vitin e dytë. Suksese, këtu, Eridion, këtu. Qikote gjatë atje? Mere për para të gjokësit? Po, vazhdo. David Bliku përfundoi vitin e parë të gjuhës shqipe. Hajde David, nxënës i mrekullueshëm përpara. Bravo David. Bravo. Sara Rabeli përfundon vitin e parë. Vartrokitje për fëmijët. Sara një nxënëse e shkëlqyer. Gjithmonë mësuese. Suksese Sara. Bravo. Mikaela Rabeli përfundon vitin e parë. Bravo. Bravo. Sa fëmijë i fillojnë sot? Sidorera Rabeli përfundoi vitin e parë. Suksese. Maria, urdhëro Maria. Përfundoi vitin e parë dhe Maria. Erdhi pak me vonesë, po Maria shkëlqen. Bravo Maria. Ftoj këtu zonjë Lindita. Urdhroni. Për t'ju dhënë fëmijëve certifikatat e shkollës. Mikrofoni. Certifikat merr Erlinda Nebiu. Anita Elezi mbaron me sukses vitin e tretë. Angelin Elezi mbaron vitin e dytë. Elio Elezi mbaron me sukses vitin e dytë. Bravo. Natalia Nathasiu mbaron me sukses vitin e parë, nuk ndodhet këtu. Natalia është një nxënëse me kombësi greke, po ka ardhur si vjet dhe me një dëshirë të jashtëzakonshme ka qenë shumë e suksesshme në përfundimin e vitit shkollor, vitin e parë. Sot janë me fëmijët janë në provime dhe nuk mundet të vinë. Po, tjetër. Zoti Hamza, urdhroni këtu. Certifikatën Markela Sulaj. Markela Sulaj. Lula. Theo përpara. Anela Sulaj. Anela. Klajdi Sulaj. Nelisa Sulaj. Hajde Nelisa.
Hajde në Elisa, vajza të mrekullueshme. Të sjellshme. Aisela, Sula. Hajde me suksese për ti. Një foto të gjithë së bashku, ju lutem, të tërë si që jemi grupë, fëmijë do jenë përpara, e të gjithë... Pak më larg. Po, pak më larg. Të gjithë këtu, të gjithë pa përjashtim, që janë në autobus. Po, nisë e shkrej pasaj, po këtë e lash pasaj, se nuk e gjithë. Elektri, pak më... Lindita! Lindita! Fëmijët me certifikatën në duar këtu përpara, ju lutem. Pak më larg. Fëmijët me certifikatën në duar. Më larg, Lindita. Fëmijët me certifikatën në duar të tërë përpara këtu. Të gjithë fëmijët. Të gjithë fëmijët, hajde në juve. Të gjithë prindrit, të gjithë njerëzit. Po, prit një sekonda. Një sekond. Hajde këtu. Bukurosja, kush Bukurosja? Bukurosja. Këram për të folur. Të gjithë, hajde një vajza. Kalamaj për para. Fëmijët për para me certifikata. Sa më shpejt aq më mirë, se po pret autobusi do iki. Hajde, ka largoj që ta. Fëmijët për para këtu. Bravo. Ju lutem të gjithë këtu, të mështu të vëni këteja. Ju lutem, shpresa. Këteja, shpejt. Edhe ti, aty në rjesht. Po. Edhe, shu tani jemi kështu se të ullur poshtë. Hajde, po, bani flamurin aty, hajde. Ku është flamuri Kosovës? Ku i kemi flamurin e Kosovës? Hajde, flamurin e Kosovës. Aproni këte, mos të duken qesë. Flamurin e Kosovës, shpejt, nëzire. Ku i keni që? Se ka qeset, prandaj futu në mes se ka qeset. Ka krau Andrea. Së nga o tjetër. Bajni atje. Pak më Andrea. Hape këtu. Rëfi shumë i gjerë. Kemi kokë poshtë. Bukurosja, kush Bukurosja? Bukurosja këtu Bukurosja, do flasë shtit është. Hajde Bukurosja, shpejt. Më falni pak. Këshilli i prindërve kanë bërë një përshëndetje urimi për mësuesen, një mirënjohje dhe kanë vendosur zonjën Bukuroshe të lexojë. Të nderuar prindër, të nderuar të dashur nxënës dhe respektuar miq të bashkëpunëtorëve. Më mirë ti si të hapësh edhe. Të nderuar prindër, fal pak, punon ky? Punon. Mbaj që ka. Të nderuar prindër, të dashur nxënës, të respektuar miq dhe bashkëpunëtorë. Edhe një tuaj, s'ka punë. Hajde, mbaju, ti lexoj. Gati? Të nderuar prindër, të dashur nxënës, të respektuar miq dhe bashkëpunëtorë. Sot në mbylljen e këtij viti shkollor kemi privilegjin dhe detyrimin moral të shprehim mirënjohjen tonë më të thellë për mësuesen të veçantë, një grua fisnike, edukatore, të përkushtuar dhe një detare e palodhur, mësuesen Lefteri Metka. Në emër të Këshillit të Prindërve dhe të gjithë familjeve shqiptare dëshirojmë ta falenderojmë për punën e saj të jashtëzakonshme në mësimin të gjuhës shqipe për dashurinë që u transmeton fëmijëve tanë për gjuhën, kulturën dhe identitetin kombëtar shqiptar. Mësuesja Lefteri nuk është vetëm një mësuese, ajo është frymëzimi, shembull, korrektësie, përgjegjësie dhe sakrificë.
pavarësisht lodhjes dhe vështirësive të jetës, duke punuar natën në spital dhe ditën në 3 qendrash mësimore, Askropirgo, Rendi, Athin. Ajo nuk mungon kur në mësim, nuk lodhet kur dhe së dhuruari dije, dashuri dhe përkushtim. Me punën e saj të palodhur, ajo ka organizuar aktivitete të shkëlqyera festive, edukative dhe kulturore për festat kombëtare të Shqipërisë dhe Kosovës, duke mbajtur gjallë tek fëmijët tanë krenarinë shqiptare dhe dinjitetin e përkatësisë kombëtare. Përmes aktiviteteve edukative, bashkëpunimit me prindrit dhe respektit të njerëzorë që e kanë karakterizon, ajo ka ndikuar jo vetëm në edukimin e nxënësve, por edhe në ndërgjegjshmërinë kombëtare të gjithë komunitetit shqiptar në Greqi. Sukseset e fëmijëve tanë mbajnë edhe vullën e punës së saj. Dashuria që ata kanë sot për gjuhën shqipe është fryti i durimit dhe zemrës së madhe së mësueses Lefteri Metkaj. Kjo është mësuesja e thjeshtë që nuk lodhet kurrë dhe është një shembull frymëzimi për ne prindrit. Faleminderit nga zemra për gjithçka që bëni për fëmijët tanë, për komunitetin tonë dhe për Shqipërinë që jeton në zemrat tona. Me respekt dhe mirënjohje, pafund këshilli i prindërve për Lefteri Metkaj. Bravo! Shumë prindërve. Gjithmonë kemi qenë të anësim dhe unë, po falenderit shumë. Atëherë, ky është përfundimi i vitit shkollor 2025-2026. Unë ju uroj gjithë familjeve një verë të gëzuar dhe fëmijëve suksese në shkollë. Mirupafshim vitin e ardhshëm. Falenderit të gjithëve. Pushime të mbara. Atëherë dhe rrugë të mbarë të kemi. Ju falenderit shumë të gjithëve. Shpejt autobusi, shpejt autobusi. Të nderuar prindër, të dashur nxënës, të respektuar miq dhe bashkëpunëtorë, sot në mbylljen e këtij viti shkollor kemi privilegjin dhe detyrimin moral të shprehim mirënjohjen tonë më të thellë për mësuesen të veçantë, një grua fisnike, edukatore, të përkushtuar dhe një abdetare e palodhur, mësuesen Lefteri Metkaj. Në emër të Këshillit të prindërve dhe të gjithë familjeve shqiptare dëshirojmë ta falenderojmë për punën e saj të jashtëzakonshme në mësimin të gjuhës shqipe për dashurinë që u transmeton fëmijëve tanë për gjuhën, kulturën dhe identitetin kombëtar shqiptar. Mësuesja Lefteri nuk është vetëm një mësuese, ajo është frymëzimi, shembull, korrektësie, përgjegjësie dhe sakrificë. Pavarësisht lodhjes dhe vështirësive të jetës, duke punuar natën në spital dhe ditën në 3 qendrash mësimore, Askropirgo, Rendi, Athin. Ajo nuk mungon kurrë në mësim, nuk lodhet kurrë dhe së dhuruari dije, dashuri dhe përkushtim. Me punën e saj të palodhur, ajo ka organizuar aktivitete të shkëlqyera festive, edukative dhe kulturore për festat kombëtare të Shqipërisë dhe Kosovës, duke mbajtur gjallë tek fëmijët tanë krenarinë shqiptare dhe dinjitetin e përkatësisë kombëtare. Përmes aktiviteteve edukative, bashkëpunimit me prindrit dhe respektit të njerëzorë që e kanë karakterizon, ajo ka ndikuar jo vetëm në edukimin e nxënësve, por edhe në ndërgjegjshmërinë kombëtare të gjithë komunitetit shqiptar në Greqi. Sukseset e fëmijëve tanë mbajnë edhe vullën e punës së saj. Dashuria që ata kanë sot për gjuhën shqipe është fryti i durimit dhe zemrës së madhe së mësueses Lefteri Metkaj. Kjo është mësuesja e thjeshtë që nuk lodhet kurrë dhe është një shembull frymëzimi për ne prindrit. Faleminderit nga zemra për gjithçka që bëni për fëmijët tanë, për komunitetin tonë dhe për Shqipërinë që jeton në zemrat tona. Me respekt dhe mirënjohje, pafund këshilli i prindërve
për Lefteri Metkaj. Shumë prindërve. Gjithmonë keni qenë të anësim dhe unë falenderoj shumë. Atëherë kjo ishte përfundimi i vitit shkollor 2025-2026. Unë ju uroj gjithë familjeve një verë të gëzuar dhe fëmijëve suksese në shkollë. Mirupafshim vitin e ardhshëm. Faleminderit të gjithëve. Pushime të mbara.